Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'd. Kemi bërë tema 18, cilën autori Allah rujt e titullon El Qalbu Mustaqarru Tauhid. Zemra është vend qëndrimi apo vendodhja e tauhidit. Dhe në këtë temë sjell disa hadithe. Në fillim e sjell hadithin që transmetohet te Buhariu prej Abu Hurairës radhiyallahu anhu, i cili tregon se thotë ka pyet pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, cili është njeriu më fatlum ose cili është fatlumi i cili ka më arrit dërmësimin tënd o i dërguari i Allahut në ditën e Kiametit. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: "Laqad dhanantu ya Aba Hurairata an la yas'aluni an hadha al-hadith ahadun awwalu mink lima ra'aytu min hirsika ala al-hadith." Ka në kom dit Abu Huraira që askush para teje nuk kam më pyet për këtë hadith. Ka se kom pa që ti ke shumë kujdes dhe lakmi të madhe për më mësu sa më shumë hadithe pra për pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pastaj ka shpjegu, ka thonë: "As'adu an-nasi bi shafa'ati yawm al-qiyamati man qala la ilaha illa Allah khalisan min qalbihi aw nafsihi." Njeriu fatlum që do të arrijë dërmësimin tim ditën e Kiametit është ai i cili thot fjalën la ilaha illa Allah sinqerisht, po të kulluar të pastër prej zemrës së tij apo prej shpirtit të tij. Pastaj transmeton ose sjell hadithin që transmetohet te Imam Ahmedi prej Muadhit radhiyallahu anhu, i cili tregon se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Man mata wa huwa yashhadu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan rasulullah sadiqan min qalbihi dakhala al-jannah." Kush vdes duke të shmuar se nuk ka të adhuruar meritor përveç Allahut dhe se Muhamedi është i dërguari i Allahut sinqerisht prej zemrës së tij, ky do të hyjë në xhenet. Pastaj e përcjell hadithin që transmetohet te Muslimi prej Umar ibn al-Khattabit, i cili tregon se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Idha qala al-mu'adhdhinu Allahu akbar, fa qala ahadukum Allahu akbar, Allahu akbar." Fa nëse muezini thot Allahu akbar, dikush për juve e përsërit pra njëjtën, thot Allahu akbar, thumma qala ashhadu an la ilaha illa Allah, qala ashhadu an la ilaha illa Allah. Pastaj kur muezini thot ashhadu an la ilaha illa Allah, i thot ashhadu an la ilaha illa Allah. Thumma qala ashhadu anna Muhammadar rasulullah, qala ashhadu anna Muhammadar rasulullah. Tatë nëse muezini thot ashhadu anna Muhammadar rasulullah, ai thot ashhadu anna Muhammadar rasulullah. Thumma qala hayya 'ala as-salah, qala la hawla wa la quwwata illa billah. Dorsa kur muezini thot hayya 'ala as-salah, ti thot la hawla wa la quwwata illa billah. Thumma qala hayya 'ala al-falah, qala la hawla wa la quwwata illa billah. Nëse muezini thot hayya 'ala al-falah, ti thot fjalën pra la hawla wa la quwwata illa billah. Thumma qala Allahu akbar, qala Allahu akbar, Allahu akbar. Kur muezini thot dy herë Allahu akbar, thot edhe ky thot dy herë Allahu akbar. Thumma qala la ilaha illa Allah, qala la ilaha illa Allah. Thot kur muezini thot në fund pra la ilaha illa Allah, dhe ky thot la ilaha illa Allah, nëse këtë thot i thot min qalbihi dakhala al-jannah. Nëse gjitha këto i thot prej zemrës së tij, ky do të hyjë në xhenet. Po kjo tregon se zemra besimtarit është vend qëndrimi apo vendodhja e tauhidit, e dashurisë ndaj Allahut, dijes dhe njohurisë për të dhe imanit në Allah subhanahu wa taala. Pra në zemrën e besimtarit shpërndahen dritat e tauhidit dhe përmes tauhidit pastrohet edhe të liret zemra e tij. Ka se tauhidi, siç e dim, pra përmban ose përshin mohimin prej zemrës së njeriu, të përshin e mohon që dikush tjetër përveç Allah subhanahu wa taala meriton ilahien, pra të adhuruarit. Dhe gjithashtu në zemrën e besimtarit të pohon dhe vërteton meritën e adhurimit, pra që i takon vetëm Allahu subhanahu wa taala. Dhe kjo është, siç e dim, pra realiteti i fjalës la ilaha illa Allah. Prandaj po tauhidi është gjëja më e mirë cilën e arrin zemrat, është gjëja më e vlefshme cilën e fitojnë shpirtat e njerëzve. Dhe nuk ka dyshim pra që objektivi më madhor, synimi më i lartë, edhe qëllimi më i ndershëm është tauhidi i Allah subhanahu wa taala, i Zotit qiellve dhe tokës. Po kur njeriu e pohon edhe pranon njëshmërinë e Allahut subhanahu wa taala dhe veçon Allahun subhanahu wa taala me nënshtrim dhe përulje. Po kur njeriu e nënshtron komplet qenien e tij ndaj Allahut subhanahu wa taala, duke u përulur atij, duke shpresë te ai dashuri, po gjithashtu dro dhe frikë, si dhe duke bërë sejdë dhe ruku për hir të Allahut subhanahu wa taala. Po kur njeriu të gjithë fenë e tij, të gjithë adhurimin e tij ja kushton
me ikhlas, pra sinqerisht të pastër vetëm Allahu subhanahu wa taala dhe distancohet prej shirkut, pra të gjithë shirkut, pavarësisht është i pakt apo i shumt, a është i vogël apo i madh. Po siç e dim, tauhidi është qëllimi më madhor për cilën është krijuar njeriu, dhe për cilën ose krejt krijesat, dhe për realizimin e të cilit kanë ardhur në ekzistencë. Allah subhanahu wa taala thotë: "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Gjinët dhe njerëzit i kam krijuar vetëm që të më adhurojnë mua, po që të më veçojnë me adhurim. Pra, tauhidi është qëllimi për cilën Allah subhanahu wa taala ose për hir të cilit i ka dërguar pejgambert, dhe për realizimin e cilit ka zbrit libra prej qiellit, libra siç e dim madhështor. Allah subhanahu wa taala thotë: "Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budu Allaha wa yajtanibu at-taghut." Në vërtet të çdo ummet dhe çdo popull kemi nisur një të dërguar, i cili ju ka thënë popullit të tij, adhuroni Allahun dhe largoni prej idhujve ose prej gjëra të tjera që adhuron krahas tij. Po ashtu thotë: "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Nuk kemi nisur para teje ndonjë të dërguar veç se i kemi shpallur atij që nuk ka të adhuruar meritor përveç meje, prandaj vetëm mua më adhuroni. Gjithashtu tauhidin do ta dim që është mirësia, nimeti më i madh që Allah subhanahu wa taala ka zbritur te robërit e tij. Për këtë arsye Allah subhanahu wa taala në surën Nahl, që njihet si surja e nimeteve, pra surja e cila shumica e ajeteve saj flasin për nimetet mirësitë që Allah ja ka dhënë robërit e tij. Në fillim të surës Allah subhanahu wa taala përmend nimetin e tauhidit. Pra në ajetin e dytë të surës më njëherë thotë: "Yunazzilu al-malaikata bir-ruhi min amrihi 'ala man yasha'u min 'ibadihi." Allah subhanahu wa taala i zbret melekët e tij me shpallje, po me vullnetin e tij zbret melekët e tij që ta sjellin shpalljen prej Allahut subhanahu wa taala, po prej tij të pejgambert, ose prej Allahut të kush dëshiron Allah për robërit e tij. Edhe këto Allah subhanahu wa taala shpalljen e quajnë ruh, e quajnë shpirt. Për arsye se shpallja është ajo që i gjallëron zemrat e njerëzve. Dhe thot: "An anziru annahu la ilaha illa ana fattakun." Pra që ti paralajmëroj ata që nuk ka të adhuruar meritor përveç meje, prandaj vetëm mua të më friksoheni. Pra Allah subhanahu wa taala në fillim të surës përmend nimetin e parë që ka zbritur njerëz, e që është pra tauhidi, beqimi Allah subhanahu wa taala me adhurim. Kjo tregon se atij që Allah subhanahu wa taala i ka dhënë sukses, pra ka i frymëzu, e ka inspiru që me pas tauhid në zemrën tim, me veçu Allahun me adhurim, atij Allah subhanahu wa taala ka dhënë mirësinë dhe begatinë më të madhe. Po mirësia, nimeti më i madh me cilën Allah subhanahu wa taala e ka hedhur mbi robërit e tij, i ka mbuluar me të, është tauhidi. Siç ka thënë Allah në surën Luqman: "Wasbagha alaykum ni'amahu zahiran wa batinan." Allah subhanahu wa taala ju ka mbuluar juve me të mirat e tij, me nimetet e tij që janë dukshme dhe të padukshme. Mujahidi ka thonë, qëllimi me nimetin e Allahut këto është la ilaha illallah, fjala la ilaha illallah, që ja ka mësuar njerëzve pa tauhidin. Po ashtu edhe Sufjan ibn Uyayna, Allah më shoh, ka thonë: "Ma an'ama Allahu ala 'abdin min al-'ibadi ni'matan a'zama min an 'arrafahum la ilaha illallah." Allahu nuk e ka begatuar dikon për njerëzve me nimet më të madh, me mirësi më të madhe, se sa kur ja ka mësuar fjalën la ilaha illallah. Po nuk ka nimet, mirësi, begati më të madhe se sa kur Allah ta mëson ty, ose ta mëson me ditë me mësu tauhidin, pra veçimin e Allah subhanahu wa taala me adhurim. Prandaj përmes tauhidit gjallërohet zemra e njeriu, po përmes tauhidit zemra e njeriu të jeton jetën e vërtetë dhe reale, jetë e cila është e mbushur me kënaqësinë e gjithëmshirshme. Jetë përmes cilës njeriu fiton nderin edhe begatinë prej Allahut subhanahu wa taala. Pa tauhid jeta e njeriu është sikur si jeta e kafshëve të tjera ose krijesave të tjera, jeta baktive. Për këtë arsye Allah subhanahu wa taala për idhujtarët thotë: "Inhum kal an'ami bal hum adallu sabila." Ata janë sikur se baktit, madje janë më të humbur se sa baktit. Siç ka thënë Allah në surën Furqan, pra në ajetin 44. Pra ai që nuk ka tauhid realisht është i vdekur, edhe nëse është dukes mbi sipërfaqen e tokës. Ndërsa ai i cili realizon tauhidin, ai është i cili e jeton jetën e vërtetë dhe reale. Siç thot Allahu në surën An'am: "Wa man kana maytan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fi an-nas
Kama mathaluhu fi dhulumati laysa bi kharijin minha. A është I njëjtë I barabartë ai që ka qenë I vdekur dhe ne e kemi ngjall. Pa është I barabartë kë me atë I cili është, thotë e kemi ngjallë dhe kemi dhënë dritë me cilën est mesin e njerëzve. Pa është I njëjtë I barabartë kë me atë I cili është jeton në mesin e errësirave dhe nuk mundet me dalë prej këtyre errësirave. Pa Allah po tregon se njeriu pa tauhid është në errësirë, është I vdekur. Pastaj thotë ne kemi ngjallë ato pra me iman, me besim dhe tauhid. Pasi që Allah gjithashtu në surën Anfal, ja ayyuhalladhina amanu stajibu lillahi wa lirrasuli idha da'akum lima yuhyikum. O ju që keni besuar, përgjigjen e Allahut dhe të dërguarit të Tij kur ai ju fton juve drejt atyre gjërave që ju ngjallin juve. Pa ja ngjallin ju dhënë jetë vërtet zemrave të juaja. Përmes tauhidit arrihet siguria e vendbanimeve, siguria e shteteve, qetësia e trupave edhe lumturia e njeriu. Allah subhanahu wa taala thotë surën An'am, alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bi dhulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Ata cilët besuan dhe besimin e tyre nuk e përzihen me padrejtësi, por qëllimi është me shirk. Të këtillëve ju takon siguria e plot, edhe të këtillët janë të udhëzuar. Po ashtu në surën Nur thotë وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. Allah ju ka premtuar atyre që kanë besuar mesin e juaj dhe kanë bërë vepra të mira që do t'i bëjë me këmbës në tokë. Ashtu siç I ka bërë me këmbës në tokë ata që ishin para tyre. وَلِيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ, dhe do t'ja forcoj fen e tyre që Allah ka zgjedhur për ta është I kënaqur me atë fe. وَلِيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا, dhe do t'ja shndroj atyre frikën në siguri. Do t'jenë sigurt. Dhe në fund Allah këtë ajet e përmbyll thotë ya'budunani la yushrikuna bi shay'a. Ata më adhurojnë mua edhe nuk më shëshojnë asgjë në adhurimin e tyre, po nuk më bojnë shirk. Po përmes tauhidit arrihet lumturia e njeriu, qetësia e prehja e shpirtit të tij dhe qetësia e zemrës së tij. Allah subhanahu wa taala thon surën Nahl, "Man 'amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Cilin do mashkull apo femër që bën vepra të mira duke qenë besimtar, ne do të japim atij një jetë të mirë. Do t'ja mësojmë me bën një jetë të mirë të lumtur. Dhe do të shpërblejmë me shpërblimin më të mirë, ose do t'i shpërblejmë me bazë veprave të mira që I kanë bërë ata. Po ashtu në surën Taha, në fillim Allah subhanahu wa taala thotë, pra Taha ma anzalna alayka al-Qur'ana litashqa. Thotë nuk ta kemi zbritur Kur'anin që ti të bësh një jetë të mirë. Përkundrazi pra Allah po do mi tregu për asum që Kur'anin ta kemi zbritur që ta gjesh lumturinë ose ta arrish lumturinë përmes Kur'anit. Dhe gjithashtu edhe ata cilët ndjekin ty o I dërguar sallallahu alaihi wasallam, pra dhe pasuesat ty ta arrin lumturinë përmes Kur'anit. Prandaj Allah subhanahu wa taala në fund surës sjell ajet të ngjashme me këto. Thotë fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Nëse ju vjen udhëzim prej meje, pra Allah këto fjalë ka thënë Ademit edhe Havës, kur I ka zbritur në tokë, kuptohet këto fjalë pra I drejton edhe pasardhësve të tyre. Nëse ju vjen udhëzim prej meje, atëherë kushdo që ndjek udhëzimin tim, as nuk do të jetë I humbur, as nuk do të jetë I mirë. Wa man a'rada 'an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka wa nahshuruhu yawm al-qiyamati a'ma. Ndërsa ai që ja kthen shpinën, po I shmanget edhe largohet prej dhikrit, po prej këshillës time, po prej librit tim, shpallës që zbret të njerëz, atëherë do të bëjë një jetë të mirë, një jetë vështirë. Dhe në ditën e Kiametit do të arrinjallëm të verbër. Po përmes dritave të tauhidit largohen errësirat e mëkateve dhe smundjet e zemrave. Ibn al-Qayyim Allahu më shoh thot në librin e tij Madarijus Salikin, dije se rrezet e fjalës la ilaha illallah I shpërndajnë mjegullirat edhe rat e mëkateve. Por aq thot ose në varësi se sa janë të forta këto rreze. Po sa më të forta janë, më shumë I shpërndajnë këto errësira dhe këto domthon mjegullira dhe këto ra. Nëse këto rreze janë dobta, atëherë edhe shpërndarja e tyre është e dobët. Edhe vazhdon thot, kjo fjalë ka dritë.
Mirë po i thtarët e kësaj fjale dallojnë në mesin e tyre sa i përket fuqisë dhe dobësisë së kësaj drite. Dhe këtë dallim thotë e din vetëm Allahu subhanahu wa taala. Se sa dallime të mëdha ka mes i thtarëve të tauhidit, i thtarëve të fjalës la ilaha illallah, po sa dallime të mëdha ka mes fuqisë dhe dobësisë së kësaj fjale në zemrat e tyre. Prandaj thotë disa njerëz për ta drita e kësaj fjale është sigurisht se drita e diellit, po në zemrat e tyre drita e kësaj fjale është sigurisht se drita e diellit. Për disa thotë drita e kësaj fjale është sigurisht se drita e një yllit që është i shkëlqyer, po që shkëlqen më shumë se sa tjerët në qiell. Por disa thot drita e kësaj fjale në zemrën e tij është sigurisht se një pishtar që është i madh, pra një pishtar në zjarr që është i ndezur, që është i madh. Por disa tjerë thotë është sigurisht se një llambë ose një kandil që ndriçon shumë. E për disa tjerë thotë është sigurisht se një kandil që ndriçimi i tij është i dobët. Për këtë arsye thotë të njëjtëve, po i thtarët e kësaj fjale do t'ju shfaqen drita në ditën e kiametit në anën e djathtë tyre dhe në anën e majt, në varësisë se sa kanë pas dritën e kësaj fjale në zemrat e tyre në jetën e kësaj bote. Pavarësisht se sa kanë ndryshuar ose ka pas dritë kjo fjalë në zemrat e tyre në jetën e kësaj bote, po sa kanë njoft këtë fjalë, sa kanë pas dituri dhe njohuri rreth saj, sa kanë praktikuar dhe zbatuar, aq do ta kenë edhe dritën e tyre, po është fjala kur tecën mbi sirat në ditën e kiametit. Sa më e madhe që kjo, edhe më e fortë që është kjo drita e kësaj fjale në zemrat e tyre, aq më shumë kjo fjalë do t'i djeg dyshimet, epshet që i kanë në zemrat e tyre. Pavarësisht fuqisë edhe sa e fortë edhe fuqishme është kjo fjalë. Sa që ka mundësi thotë kjo fjalë pra me arrit fuqinë e saj ose ndriçimin e saj, pra me arrit fuqinë e tij në zemrën e njeriut, sa që thotë çdo dyshim ose epsh apo mëkat që takon rrugës e djeg, ato nuk e lën pa me depërtu fare në zemrën e njeriut. Do kjo është gjendja e tij që është e thotë sinqerisht fjala la ilaha illallah, pa ka tauhidin me sinqeritetin më të madh, vërtetësinë më të madhe në zemrën e tij dhe nuk i bën Allah subhanahu wa taala shirk në asgjë dhe me asgjë. Prandaj thotë çdo mëkat, çdo dyshim dhe çdo epsh thotë s'ka mundësi thotë më ofru kësaj fjale veç se ose dritës së kësaj fjale veç se ka me djeg ato. O kur njeriu pra thotë me çështë e pompi hadithën më lart me sinqeritet plot me zemrën e tij. Gjithashtu përmes tauhidit dëbohen prej zemrës iluzionet, cytjet edhe vezveset e shejtanit dhe mendimet e liga. Edhe zemra që është thonë më lart arrin qetësinë, arrin prehjen, arrin paqen edhe stabilitetin. Allah, si që dim, pra Allah subhanahu wa taala i ka zbrit surën Falaq dhe Nas në cilat ka realizim të tauhidit. Po kur ne themi kul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, thuaj kërkojmë mbështetje te Zoti i njerëzve, sundimtari i njerëzve, i adhuruar i vërtetë vetëm njerëzve, kjo është tauhid. Çfarë largohet kur ne pra e veçojmë Allah subhanahu wa taala me këtë lloj të adhurimit, po me kërkimin e mbrojtjes edhe mbështetjes te ai, min sharri al-waswasil khannas, bin dëmit edhe sherrit të djallit i cili cyt edhe pastaj largohet, fshihet. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, i cili bën vazhdimisht cytje në krahërorët e gjoksat e njerëzve, min al-jinnati wan nas, pavarësisht është ky djall prej gjinëve apo prej njerëzve. Po ashtu kur themi kul a'udhu bi rabbil falaq, kërkojmë mbështetje, thuaj kërkojmë mbështetje te Zoti i agimit, kjo është tauhid. Çfarë largohet domethënë edhe dëbohet përmes kësaj mbështetje te Allah, kërkimin mbrojtjes, min sharri ma khalaq, për keqes të çdo gjëje që ka krijuar ai. O min sharri ghasiqin idha waqab, do të keq, do të keqes së errësirës së natës kur ajo shpërndahet. O min sharri naffathati fil 'uqad, dhe pi sherrit të magjistarëve, si erbazave, qofshin gra apo burra që fryejnë në nyje. O min sharri hasidin idha hasad, dhe pi sherrit të dëmit të smirziut i cili vepron me smir. Po ashtu përmes tauhidit pra dëbohen shejtanët. Shejtanët nuk mundën me përballu qëndrimin në një vend ku shpallet haptazi tauhidi. Për këtë arsye shejtani kur e dëgjon ezanin largohet edhe ik. Siç ka ardhur në hadithin që transmetohet te Muslimi prej Abu Hurairës, po i cili tregon se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Idha nudiya lis-salati adbara ash-shaytanu wa lahu duratun hatta la yasma'a at-ta'dhin." Kur thirret ezani për namaz, shejtani ik edhe largohet edhe prapa vetes pra liron gazra.
mënyrë se nuk don me dëgju azanin. Po nuk mundet me përballu dëgjimin e azanit, nga se siç e pa pra azani është tauhid. Fa idha qudiyat ta'dhinu aqbala hatta idha thuwiba bis-salati adbar. Thotë kur përfundon azani prap kthehet. Kur thirret ikameti prap ikë dhe largohet. Hatta idha qudiyat tathwibu aqbala hatta yakhtira bayna al-mar'i wa nafsihi. Thotë kur përfundon ikameti prap vjen. Edhe fillon pra mi sjell njerit mendime ndryshme, po me ndërhy mes tij dhe zemrës së tij. Yaqulu lahu udhkur kadha wa udhkur kadha. Edhe i thot kujtoje këtë gjë, kujtoje atë gjë, bën çështjet, gjëra që i kalon jashtë namazit. Punë që i kalon pa kryer kështu më radhë dhe tjera. Lima lam yakun yadhkuru min qabl, so gjëra që fara as si kanë shkuar në mend para namazit. Shejtani ja kujton në namaz. Hatta yadhilla ar-rajulu ma yadri kam salat. Deri sa thot njeriu arrin në gjendje sa nuk e din sa rekate i ka fal. Pra që thamë ezani është këtë tauhid, madhërim edhe lartësimi i Allahut subhanahu wa taala. Po ashtu ajetul kursi, siç e dim në të ka sqarim të provave, dëshmive dhe argumenteve të tauhidit. Për këtë arsye, në Sahih Muslimit ka ardhur Ubay ibn Ka'b radhiyallahu anhu i cili siç e dim ka qenë prej kurrave, prej lexuesve të mesin e sahabeve. Po që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po ja ka lexuar ti Kur'anin, edhe ka qenë i dalluar mesin e sahabeve. Pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këtë hadith transmetohet që e ka pyet, ka thonë ja Abul Mundhir, atadri ayu ayatin min kitabillahi ma'aka a'zam. Abul Mundhir, po ka qenë kunjati, a din cili ayat në librin e Allahut është më i madh? Kur fillimi ka thonë Allahu i dërguari i tij din më së miri. Mirë, po përsa ja ka përsit prap njëjtën pyetje. Po sigur ka dashur për jasëm që me ditë apo e din këto Ubay ibn Ka'b apo jo. Edhe ai pasaj u përgjigj ka thonë Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Po ajetul kursi është ajeti më i madh në Kur'an. Pejgamberi sa më ka thotë ka godit lehtësisht në krahërorin gjoksin e tij, ka thonë wallahi la yahnika al-ilmu ya Abul Mundhir. Ka thonë pasha Allah ty të ka hije dia o Abul Mundhir. Po lum për ty që ki këtë dije kaq të madhe, që ta ka dhënë Allahu subhanahu wa taala këtë dije kaq të madhe. Po të ka begatuar me këtë dituri. Po në këtë hadith ka argument të qartë se çfarë pozite ka pas tauhidi në zemrat e sahabeve. Sa që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pra pyeti Ubayn se është ajeti më i madh në Kur'an, po në librin e Allahut edhe Ubay e zgjedhi po ajetin i cili flet rreth tauhidit, po ajetul kursi, i cili pra është ajet i pastër, i veçantë, që është më lart, po që sqaron tauhidin, e vërteton tauhidin edhe i shpjegon, i sqaron argumentet dhe provat e tij. Po kjo tregon pa se çfarë pozite edhe vendi madhështor ka ajetul kursi pra te Allahu subhanahu wa taala. Edhe ne e dimë pra në hadithën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që besimtari nëse e lexon ajetul kursin kur shtrihet në shtrat për me flajt, atëherë ai do ta ketë një roje prej Allahut, pra një melek, i cili do ta ruajë të natën dhe nuk i afrohet shejtanit derisa të arrijë mëngjes. Po kjo tregon për rëndësinë e tauhidit, dhe si tauhidi pra që është e filluar këtë pikë i dëbon shejtanet ose i largon shejtanet. Gjithashtu përmes tauhidit njeriu shpëton me lejen e Allahut subhanahu wa taala prej intrigave të keqbërësve, të njerëzve të këqij që i sillin dëm, qofshin ata pra magjistar apo falltar kështu më radh. Si sa Allah inna Allaha yudafi'u 'anil ladhina amanu, vërtet Allah i mbron besimtarët. Po ashtu thotë wa kana haqqan alayna nasrul mu'minin, dhe ne e kemi bërë, pra Allah thotë për veten e tij, ja kemi bërë detyrë vetes ton që mi mbrojt ose mi dhon triumf fitore besimtarëve. Po ashtu përmes tauhidit njeriu arrin pra hajrate, mirësi të shumta, edhe lumturinë e kësaj bote dhe botës tjetër. Ka se Allah subhanahu wa taala ka vendosur, pa ka sjell gjykim dhe mendim që lumturia dhe kënaqësia ju takon vetëm thtarëve të imanit dhe të tauhidit. Çon këtë botë, çon në botën tjetër, madje edhe në jetën e varrit. Për këtë arsye në surën Infitar Allah thotë innal abrara lafi na'im. Vërtet të devotshmit do të jenë në kënaqësi ose janë në kënaqësi të vazhdueshme. Prandaj siç e kanë shpjeguar dietarët, pra që kjo kënaqësia që e përjetojnë besimtarët, ose që Allah po thotë që janë në kënaqësi të vazhdueshme, i përfshin të tri banesa në cilat jetojnë njerëz. Po jetën e kësaj bote, jetën e varrit edhe jetën në botën tjetër. Dhe tauhidi pra është urni i parë edhe urni më i madh
me cilën ne duhet t'ja kujtojmë njerëzve, po çështja më e madhore që ne duhet t'ja përmendim ose t'ja kujtojmë njerëzve t'i këshillojmë përmes kësaj çështje. Allah subhanahu wa taala thon surën Dhariyat, siç e lexuam ajetin më lart, mirë, para ajetit 56 është ajeti 55, ku Allah thot: "Wa dhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin." Këshilla, ka sa vërtet këshilla i bën dobi besimtarëve. Më herë më saj Allah thot: "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Gjinët dhe njerëzit nuk i kam krijuar veç se të më adhurojnë mua. Po këshilla më e madhe që ja dhajmë njerëzve është me i thirrë tauhid, me ja shpjeguar tauhidin, njohshmërinë e Allahut subhanahu wa taala. Po ashtu Allah tregon në surën Bakara thot: "Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqubu ya baniya inna Allaha istafa lakum ad-din fala tamutunna illa wa antum muslimun." Me islam, pra për ulje në shtrim ndaj Allahut subhanahu wa taala, i ka porosit Ibrahimi bijtë e tij, po ashtu edhe Jakubi. Pa ju ka thonë bijve të tyre: O bijtë mi, vërtet Allah ka zgjedhur për ju me fenë e vërtet, pra fenë islame. Prandaj mos zvesni ndryshe vetë se duke qenë musliman, duke qenë të nështruar, dorëzuar ndaj Allahut subhanahu wa taala. Vazhdon ajetet thot Allah: "Am kuntum shuhada idh hadara Yaqub al-maut." Apo mos ishit ju prezant, dëshmitar kur Jakubi të erdhi vdekja. Idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di, kur i tha bijve të tij se çfarë do të adhuroni pas meje. Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahima wa Ismaila wa Ishaqa ilahan wahidan wa nahnu lahu muslimun. Ata u përgjigje tha: ne do të adhurojmë Zotin ton, të adhurojmë të Allahun Zotin ton, edhe Zotin e pararzëve tu, baballarëve tu, Ibrahimit, Ismailit dhe Ishakut, i cili është një adhuruar i vetëm. Edhe ne jemi të nështruar e dorëzuar ndaj tij, vetëm ndaj tij. Thot Allahu: "Tilka ummatun qad khalat." Ai është një ummet, popull që kanë kalu. Laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum. Ata do ta marrin atë që meritojnë, po dhe ju do ta merrni atë që meritoni. Wa la tusaluna amma kanu ya'malun. Dhe ju nuk do të merrni llogari në pyetje se çfarë kanë vepruar ata. Siç e dim, po ashtu porositë që Lukmani ja ka dhënë birrit të tij janë shumë të mirë, po porosia e parë që ja ka dhënë ja bunayya la tushrik billah inna shirka la dhulmun adhim. O birim, mos i bësh shirk Allahut, nga sa vërtet shirku është padrejtësi e madhe. Gjithashtu në dy sahih transmetohet prej Ibn Abbasit radhiyallahu anhu, i cili tregon se kur pejgamberi sa me ka dërguar Muadhin në Yemen, domthonë i ka porositur se si me fillu davetin. Dhe i ka thonë: innaka taqdamu ala qaumin min ahli al-kitab. Ti vërtet do të shkosh te një popull që janë i thartë librit. Falyakun awwala ma tad'uhum ilayhi an yuwahhidu Allah ta'ala. Prandaj gjëja e parë që ti do t'i thrasësh ata, do t'i ftosh është që ta veçojnë Allahun subhanahu wa taala me atë. E para, por pikë këtu fillon daveti. Thirrja për te Allahu subhanahu wa taala. Kjo është piknisja. Pastaj i ka ka porositur që kur ata mësojnë tauhidin, atë mi u tregu që i kanë obligim mi fal 5 kohë namazit gjatë ditës dhe natës. Pastaj nëse dohone e mësojnë namazin me ja mësu që Allah ka bërë obligim aty me pas zekatin, që do të me nxjerr pi pasurive të tyre, që do të me marr pi pasurive të tyre me ia dhënë dwarfa dhe kështu me radhë. Dhe rruga më e mirë që me forcu tauhidin, edhe me ripërtrit tauhidin në zemrën tonë, është me pas dituri dhe njohuri të mirë edhe të madhe rreth Allahut subhanahu wa taala, rreth madhështisë, madhërisë së tij, bukurisë së Allahut subhanahu wa taala dhe emrave të cilësive të tij. Po me meditu thellë rreth dëshmive, prove madhështore që tregojnë për njohshmërinë e Allahut subhanahu wa taala, për përsosurinë e tij, po që ai është krijuesi absolut, i përkryer në të gjitha aspektet. Ibn al-Qayyim Allahu më shumë thotë, në njeriu kur është i bindur që dëmi, dobia, dhënia, privimi, udhëzimi, devijimi, lumturia dhe mirimi, gjitha këto janë në dorën e Allahut subhanahu wa taala, jo në dorën dikujt tjetër përveç tij. Po ashtu është i bindur që ai i cili i rrotullon zemrat, ai i drejton ato siç dëshiron me vullnetin e tij. Dhe se askush nuk mundet me pas sukses përveç atij që Allah subhanahu wa taala i ka dhënë sukses dhe ka ndihmuar. Dhe askush nuk mbetet i pandihmuar ose i pa suksesshëm përveç atë ai që Allah subhanahu wa taala ka lënë të këtill, por nuk e ka ndihmuar dhe nuk i ka dhënë sukses, por ka nënçmuar, e ka pushtruar dhe ka hequr dorë prej tij. Dhe kur e din se zemrat më të shëndosha, më të pastërtat, më të fortat,
më të butat, më të dlirat, po gjithashtu më të fortat, janë ato zemra të cilat e marrin Allahun subhanahu wa taala si të adhuruarin vetëm, po që adhurojnë vetëm Allahun subhanahu wa taala. Edhe që ai i cili është më i dashur për këtë zemra është Allahu subhanahu wa taala. Dhe ai që më shumë të i friksohen këto zemra është Allahu subhanahu wa taala. Dhe ai që më shumë të shpresojnë këto zemra pra është vetë Allahu subhanahu wa taala. Për këtë arsye thot, po vjen këtu përfundimi ose rezultate e atij që e ka këtë bindje në zemrën e tij, thot i tilli, thot dashurinë ndaj Allahut subhanahu wa taala në zemrën e tij vendos para dashurisë ndaj çdo kujt tjetër. Dhe dashuria ndaj çdo kujt tjetër thot gjithmonë vjen si pasim ose e ndjek dashurinë ndaj Allahut subhanahu wa taala. Ashtu thot siç ushtarët e ndjekin mbretin ose udhëheqësin e tyre. Po ashtu thot edhe frika ndaj Allahut subhanahu wa taala vendos para frikës së çdo kujt tjetër përveç tij. Alhamdulillah. Dhe frika ndaj çdo kujt tjetër vjen thot si në rendin e dytë, pra më njëherë, po si pasim i frikës ndaj Allahut subhanahu wa taala. Po ashtu thot edhe shpresën që ka në Allahun subhanahu wa taala vendos para shpresës së çdo kujt ose shpresës që ka ndaj çdo kujt tjetër përveç Allahut, çdo kujt tjetër përveç Allahut subhanahu wa taala. Edhe shpresa ndaj çdo kujt tjetër vjen thot në rendin e dytë më herë, po si pasim i shpresës ndaj Allahut. Të këtë këto, kur i ka njeriu në zemrën e tij, janë shenjë që tregon se tauhidi e uluhia ka zënë vend në zemrën e këtij personi. Pa ka shenjë që ka realizuar tauhidin e adhurimit ndaj Allahut subhanahu wa taala. Edhe thot për shumë që dera, porta përmes cilës dëpërton për tauhidi uluhia në zemrën e njeriut është porta e tauhidit rububia. Po tauhidi uluhia realisht është vetë tauhidi rububia. Prandaj thot zemra së pari lidhet me tauhidin rububia, pastaj ngritet dhe lartësohet edhe arrin në nivelin e tauhidit uluhia. Po në fund të kësaj teme përmbledh asaj se tauhidi është qëllimi i parë edhe kryesori pse janë krijuar krijesat, realizimi i tauhidit. Është piknisja e davetit të gjithë pejgamberëve, edhe qelsi i thirrjes së tyre. Gjithashtu tauhidi është ajo stacioni, faza e parë e atij i cili e ka filluar rrugën me udhëtu për te Allahu subhanahu wa taala për te Zoti i tij. Po stacioni, faza e parë që do të më kalu është pra realizimi i tauhidit, njohshmërisë së Allahut subhanahu wa taala. Po tauhidi është obligimi i parë mbi çdo kon i cili është mukallaf, pra që është i ngarkuar me detyra prej Allahut subhanahu wa taala. Po tauhidi është gjëja e parë me cilën njeriu hyn në Islam dhe e fundit me cilën dal prej kësaj dunjaje. Prandaj po e shohim që tauhidi është obligimi i parë dhe i fundit. Tauhidi është çështja e parë dhe e mbrëmur. Edhe është baza apo themeli i përmirësimit dhe pastrimit të lirjes së zemrave tona. Prandaj në fund e lutem Allahun subhanahu wa taala që gjithëve më na dhon sukses edhe më inspiru drejt atyre fjalëve dhe veprave me cilat Allah subhanahu wa taala është i kënaqur dhe i don, dhe të na bashkon zemrat tona në fen cilën e ka zgjedhur Allah subhanahu wa taala për veten e tij dhe me cilën e ka dërguar të dërguarin e tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Allahu dhe më mirë, Allahu alem. Allahumma salli wa sallim ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.